është emër meksikan? Dëgjoj. Hispanik. Hispanik, e? Televizi çik mikrofoni, Po Ledio, çfarë them atë qetësim thënë valla? Të ka lëviz pak mikrofonin. Mua? E lëvizë tani me dorën tënde. Çfarë thua valla? Po. Që kam shmendur? Po jo. Ore Ledio, me qëra fjala valla. Po. Para se të fillojmë emisionin. Pata një kështu sot, pata një si flash. Pata një si flash, kulla. Flash do të thuash. Flash, po. Pata një flash. Nuk i të se pata një ndjesi që duhet të solidarizohesha me njerëzit që e vuajnë luftën në lindjen e mesme. Dhe thash, cila është mënyra që ta ndjej brenda lëkurës time solidarizimi, thash të lë mjekër. Shumë mirë bëj. Nuk të di, atë duket. Bajrami kështu. A është koherente kulla si? Lesh mjekër në sunet. Është ditë Bajrami sot. Se ka lidhje me Bajramin? Është ditë festës. Se mendova për këtë thënë nga që si festojnë. Me qëlloj, është kupton, mrekullit e lartë. Është quhet synet të lesh mjekrën. Si synet më plak? Jo, në atë kuptimin fizik. Po çdo më thon për këtë tani. Po është kështu, domethënë është një gjë e mirë që ke bërë. Synet quhet një gjë që e ka bë profeti, që e bëjnë për shembull edhe qetësh zero fare, qetësh është synet. Po xhledio. Ah, do të thonë synet nuk ka lidhje me prerjen e. Jo, nuk ka lidhje vetëm me rreth prerjen. Ah, dakor, okay. Mendova se kishte. Jo, pra veprimet që ka bërë profeti quhen synet, pra quhen gjë e mirë që mund t'i bësh dhe ti. Ua, çfarë perle. Edhe lënia e mjekrës. Po, edhe lënia e mjekrës është njëra nga ato. Pra të më thonë pa dashur, pa e ditur, jam për synet sot. Jo, ti ke bërë synet. A kam bërë dikë tjetër? Ke bërë ti synet, ke bërë një gjë të mirë, kupton? Jo se a kam bërë unë synet, se synet është gjë e mirë. Po, ke bërë një veprim të mirë sot, kupton? Se ka një kështu, një gjë hynore, kështu, pa dashur ka lidh nga brenda ty, edhe ti që si je musliman, sot e bën musliman për shkak se është festa e Bajramit. Pra komunikimi që ka keq kuptim i madh kolla. Nga tjetri gjë unisa unë të lija mjekrën, tjetri gjë po më thonë ju. Nëse ka kështu. Ka një gjë thua ti. Sigurisht. Ke një rrezatim sot. Ka një gjë online. Ke një dritë sot. Ke me Wi-Fi, kupton? O kolla ashtu ndonjë gjë. Çfarë thotë? Urime i herë se. Për ditën e Bajramit për gjithë besimtarët. Ah, po. Ore dëgjoj, sot ishte Bajrami. Po. Ç'a u bë sot? Hanin e pinin sot. Po sigurisht. Do të thënë shtrohen mirë. Po sigurisht. Po tradita këtyre që besojnë tamam, do të thënë është hanë në shtëpi apo në lokale? Po, shtëpi lokale. Është bërë model. Nuk ka lidhje to. Jo, po tradita e vjetër cila është, do të hanë në shtëpi. Shtëpi. Po lokale sot ishin plot pra. Po normal. Po ku janë këta muslimanët? Ku janë muslimanët? Gjithë nëpër lokale. Po janë muslimanë, po të merr për lokale? Po. Po do të rinë në shtëpi më kolla. Po më shkojnë në lokale shtëpi kur. Ore zotëri, në Saudi sot, në Saudi. Në Saudi, po. Po në Saudi. Po. Ku e festojnë Bajramin, në shtëpi apo në lokal? Në shtëpi lokale ku të mund. Ah, dhe aty kanë ndryshuar. Po sigurisht po ke. Do pas se ishte po. Domethënë konceptohet që në kohë të profetit se pra tani gjithë botën islame mund ta festosh edhe në lokal apo mund ta hash. Sigurisht. Pra, më të pasurit po patjetër ata që kanë mundësi. Pra kullo ti thua kemi hyrë gjithsesi prej kohësh në një fazë modernizimit të islamit apo jo? Po ka kohë domethënë, çfarë thotë? O, siç thot një miku im ti Arjam, një nga këta muslimanë të Elbasanit i them unë, ha më çfarë bëhet me këta arab që thot. O pa thot, ne thot nuk kanë ardhur kështu thot arab thot, se arabët e vërtet janë atje në gjithë Persik thot, ne kanë ata që kanë ardhur këtu janë magjup, janë njerëz që janë mundu të kapin e gjë pa fyrje për janë këta jordanis për ka shumë. Janë kështu palestinez. Kap çat kapësh. Palestinez, jordanez. Palestinezët janë mirë, po është kështu domethënë kap çat kapësh, janë këta që kanë ardhur që të bëjnë lek këtu, jo që të sjellin lek. Po Tiranës të vjetër kanë pasi shprehje. Ha. Ramazani tha është burri i keq tha. Kurse Bajrami është burri i mirë. Unë këto nuk e kuptoj fare pastaj. Po sigurisht se Ramazani të le me hongër 2 herë ditë tha, kurse Bajrami kur vjen shtro plot. Në këtë kuptim. Në Ramazan mund të hash edhe 3 herë, po varet sa energji ke të hash natën. Kështu e kanë vizatu katonarët e Tiranës në këto, kështu që. Hajtë se bën mirë për pastron, është muaj pastrimi, sidomos ata që janë në dietë kështu, domethënë. Ashtu, ha? Po normal. Pra në mënyrë lirohet zorra thua ti. Është element i rëndësishëm. Se në thelb kjo ndodh në trup apo jo? Ka të bëjë me këtë, me trurin. Prandaj është muaj i rëndësishëm, po si vjet ka rënë që gjithë ishin agjërim, edhe të krishterët, edhe muslimanët, edhe hebrejt, ka rënë gjithë një muaj kjo. Edhe lufta dhe kjo çudi e madhe. Beta kollore dhe çokoladë fillojmë? Nuk dëgjohesh, Ledion. Edhe fillojmë them. Këtë fillojmë. Po, emisionin. Po jo, por letëri me çik për qef. O ku edhe? Edhe kështu ça. Vetëm suksese.
Kështu. Po mirë, ti ke lënë mjekër sot. Të thash pra. Mund të bësh një lajm të veçantë. Thashë vetë si do e ndjeja, imagjino për një moment njerëzit që janë... Ja, imagjino të në rrjetet sociale nesër. S'po le ta mbaroj fjalin. Arjan Çani musliman. Ë? Nesër në rrjetet sociale Arjan Çani kthehet në besimin islam. Për Bajram. Le ta bëjmë për çef, po dëgjoj. Unë imagjinova njerëzit për shembull që janë më afër bombave, se nuk është se po bombardohet popullsi civile. Po për shembull mund të ketë vrarë. Po bombardohet dhe popullsia civile shumë. Jo. Ku në Iran, jo. Po. Bëmë e parë që Iran vrau 160... Ajo asaj shkollës. Që BBC-a ende nuk e ka ndarë, nëse ishte vërtet ka goditur Amerikanët atje, Izrael nuk kanë ndarë BBC. Jo, Izraelitët kanë goditur, është konfirmuar. Po jo, por nuk dihet kush ka godit, pra. Izraelitët. Po pse, nga e ketë sigur di këtë? Po Izraelitët, bombardimi parë ishte Izraelitët. Se ka pranuar, a Izraelitët as Amerikanët. Këtë mua besë do pranojnë se janë 160 fëmijë të vrarë. Tere, pse e thua ti kur BBC-a nuk e thot? BBC Allah është... është kanal serios. BBC është kanal qëtëror që ka një qeveri nga mbrapa, unë s'kam qeveri nga mbrapa, kështu që t'jap konfirmimi. Ketë dhëna ti? Janë 160 fëmijë të vrarë. Ketë dhëna? Po ka një jetim të OKB-s që po merret me atë punë. E po merret, po nuk ka dhënë përgjigje akoma, zoti Kulla. Pritet se do japi është. Edhe para në kohë lufte ti e di. Këto janë, nuk janë më shumë se psajopse. Pra në kohë lufte nga ndonjëherë. Psajopse, ata që është bërë varrimi atyre dhe që janë vrarë ata, kjo është e vërtetë. Kjo është e sigurt. Po them, goditja mund të ketë ardhur vetë nga njerëzit brenda për të... Jo, nuk është nga njerëzit. A nuk i njefti këto raste? Nuk është nga njerëzit. Se ka ndodhur Çeçeni kjo, prandaj po them. Nuk është nga njerëzit brenda. Dakor, në rregull. Po nuk i njefti këto raste. Jo, unë i njoh këto raste, ajo s'është nga njerëzit brenda, ajo është një bombë që është në një vend gabuar sepse kanë menduar. Nuk e them me siguri. Një komandë kështu. Çfarë, po nuk e them me siguri këtë. Po mirë ti mund mos. As ti s'ke prova as unë. Jo, provat do t'i marrë OKB-s. A e pra? Ai është një rast që vetë brenda Izraelit, se unë flas për ditë me Izraelin. Tani do të fillojmë Bledio. Një gjë që ka futur një debat të brendshëm politik. E di kush është shefi sot i opozitës në Izrael? Kandidati për të bërë kryeminist i ardhshëm. Ishte Tomahawk amerikan, më thonë. Është e sigurt. Konfirmuar 100%. E di kush është kandidati gabimisht, por e sigurt. Në Izrael për të bërë kryeminist. Jo. Është Yossi Cohen, i shefi më afatgjat i Mossadit. Si quhet? Yossi Cohen. All right, what stands out today? Energy infrastructure is now directly in the crosshair. Iranian missiles hit Haifa's oil refinery, causing fires and power outages in northern Israel. At the same time, Iranian drones reportedly struck oil facilities in Kuwait, and LNG operations in Qatar were disrupted. So this is now hitting global energy directly. Yes, we're seeing a shift from military targets to economic pressure points. Strikes are now affecting oil, gas, and export capacity across the region. Anything unusual on the military side? One major claim, still unconfirmed. Iran says it hit a US F-35 fighter jet, forcing an emergency landing. If true, that's a serious escalation. Exactly. And the US? Mixed signals again. The Pentagon is requesting $200 billion to fund the war, while at the same time, Washington is considering loosening sanctions on Iranian oil to stabilize prices. So fighting intensifies and markets react. Yes. Energy infrastructure under attack. Conflicting political signals. Monitoring all sectors. Qëton sa e dua këtë pjesë parë dhe emisionit kur plasit kjo video është e pa parë. Komandanti me atë... Inteligencë artificiale? Komandanti me... Si quhet tjetra? Me operatoren. Zoti Kulla mi mbrëma. Ky emision zonë e zotri quhet Zonë e Lirë, ne kemi 23 vjet tashmë në treg. Në këto 2 vjet e fundit jemi në MCN TV, nga ora të martën dhe mërkurën nga ora 10 e darkës, dhe në orën 11 e pak, dhe të premte fillojnë në orën 9 si zakonisht prej 23 vjetësh. Në këtë emision, ju mund të ngadaroni për qefin tuaj nga ekrani në YouTube, të faqja që Ledio do nxjerrë edhe një herë në ekran dhe duhet të rri pak më shumë. Zonë e Lirë Official, ku ju mund të bëni një subscribe. Në këtë emision, ju mund të dërgoni pyetje direkte, ky është emisioni 1059. Kjo është pjesa e parë.
Dhe ky është një QR code që del në ekran, ku ju mund ta skanoni me aparatin tuaj celular, hapni te fotot, bëni një skanim, bëni një login të thjesht dhe bëni pjesë e emisionit. Unë do mundojmë të lexoj sigurisht pyetjet tuaja, disa nga pyetjet tuaja më interesante. Zoti Kulla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sot është data 20 mars, të mos gabojmë, 20 mars apo jo? Është 20 sot apo kam gabim? 20. 20. Se dje ishte 19. 2026, teatri energjetik është aktiv, zonja zotrinj. Sulme iraniane godasin impjantin më të madh në botë, Aras Lafan LNG në Katar. Sulme izraelite godasin fushën e gazit South Pars në Iran. Sulme me dron godasin rafinerin Mina Al Ahmadi në Kuwait. Sulmet të lidhura me Iranin ndërpresin rafinerin Sitra në Bahrein. Irani ndërkohë paralajmëron zero përmbajtje. Sinjalizon zgjerim të objektiveve për te atyre ushtarake. Shtetet Bashkuara të Amerikës po diskutojnë me shumë forca drejt gjirit, fokus i madh në sigurimin e ngushticës së Hormuzit. Izraeli, Benjamin Netanyahu, sinjalizon objektiva më të gjera, përmendet mundësia e operacioneve toksore. Shtetet e gjirit nën sulm, po shmangin hyrjen direkte në luftë. Ndërsa Rusia kërkon anëpushim dhe ofron ndërmjetësim. Kina ndërkohë paralajmëron për ndërprerje të tregtisë globale dhe furnizimit me energji. Në finale, Irani po zgjeron konfliktin në sistemin energjetik të gjirit, rreziku për përshkallëzim rajonal është në rritje. Pra, l'actualité est trop chargée. Aktualiteti është shumë i rënduar. Me zotin Kulla sot, si çdo të premte zakonisht, ne do mundohemi që të dekriptojmë dhe të themi thjesht ato që ju shikoni pothuajse gjatë gjithë ditës, her pas here, kur doni të shikoni në YouTube, se në ekranin shqiptar nuk është se ju flasin shumë për luftën, ose të paktën nuk ju flasin kështu për luftën. Ledio ndërkohë ka gati disa mbulime shumë interesante që do i nxjerri au fur et à mesure, Ledio, në ndërkohë që Kulla flet për historinë. Pra, trajton këtë fabul sonte. Si e kemi ndarë këtë emision me Kullën? Shumë e rëndësishme. Ja për shembull plaset fabula e parë. Kulla, përfundon Ramazani, a do hynë arabët në luftë kundër Iranit? 12 minuta kohë për trajtuar këtë fabul. Është një moment shumë decisiv për arabët. Në mënyrë të veçantë për Arabinë Saudite, por edhe për partnerët e tjerë të Arabisë Saudite dhe Katarit. Por është shumë ministri i jashtëm mbrëm në konferencë për shtypje ka mbajtur një qendrim shumë të fortë, siç e shef aty. Unë ndoqja live konferencën. Edhe tamam duke ishte diplomat i fortë ky Kulla, se shif sa bukur e ndërton fjalinë. Durimi në gjinin persik nuk është i pakofizuar, çfarë perle. Çështja është që mbrëm ishte fiks momenti që kishte përfunduar Ramazani. Dhe ishte e qartë që gjatë gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit arabët nuk do reagonin. Edhe aq më tepër Arabia Saudite nuk do reagonte sepse është vendi ku janë dy vendet e shenjta, Medina dhe Mekka, për gjithë muslimanët. Por në të njëjtën kohë, edhe Arabia Saudite nuk është kursyer nga goditjet e Iranit, sepse Irani ka një strategji shumë të qartë që është duke thënë arabëve, ju po blini borxhin e jashtëm të Amerikës, Amerika me lekët tuaja bashkë me Izraelin po na shkatërron ne. Ne do shkatërrojmë çdo objekt amerikan dhe çdo objekt energjetik. Por ajo që i djeg më shumë sauditëve, Emirateve, Bahreinit, Katarit dhe Kuwaitit, në fakt janë impjantet e shkripëzimit të ujit. Që thonë që në qoftë se ndodh ajo, atje është katastrofë në këto vende të gjirit. Që do të thotë që ti ata s'kan ujë për të pirë. Pra përveç naftës dhe gazit, sepse goditja e impjantit më të rëndësishëm gazit që ju e përmendet aty dhe të pusëve të naftës dhe rafinerive janë goditje shumë të forta. Por nëse goditen impjantet e shkripëzimit të ujit, që të themi fjalë thjeshta njerëzve, domethënë që ata marrin ujin e detit, i heqin kripën, bëjnë ujë për të pirë. Është ujë i pishëm apo jo? Po. Dhe kjo do jetë çmenduri pastaj. Dhe kjo po nuk janë goditur akoma ato Kulla. Janë goditur 2 impjante deri tani. Tallesh? Po. Por prishur jo. Nuk janë goditur të tjerat, pra i ka qenë sinjalizim. Dhe kjo është, si me thënë, vija e kuqe. Tani çfarë do të bëjnë princat arab, drejtuesit e vendeve arabe? Çfarë pritet ndodhi?
A do hynë në luftë apo jo? Janë Në dilemë. Tu dhe aty. Pse? Normalisht duhet i përgjigjen Iranit pas goditjeve qoftë edhe me sistemet mbrojtëses, cilët nuk kanë funksionuar deri tani, sepse arabët kanë menduar që duke qenë që kanë mbrojtjen amerikane, çfarëdo lloj gjë që ndodhi, amerikanët do t'i ofronin mbrojtje. Amerikanët i kanë ofruar mbrojtje, por janë goditur pikërisht bazat amerikane në këto vende. Po duhet saksojmë që mbi 90% janë mbrojtur. Janë disa që kanë rënë, se sulmet e kanë qenë shumë të mëdha, ndaj Arabisë Saudite këto, se në gjivat e francezët. Kanë funksionuar, po jo në mas 100%. Çështja është që ata kanë kuptuar që kjo gjë nuk mund të funksionojë, siç e përmendë ti, në 100%. Jo, s'ka 100%. Dhe në rastin e Dubajt ka goditur atë që është burimi kryesor i Emirateve, pra turizmin dhe parat që vijnë nga jashtë, offshore-in. Po. Dhe në këtë pikë janë 50% që të bëhen bashkë të armatosen edhe të shkojnë dhe të fillojnë luftën kundër Iranit, dhe 50% tjetër është që kanë frikë që po të fillojnë një luftë brenda Gjirit? Botës islame, rrezikojnë regjimet nga brenda, dhe kjo është pjesa më delikate e gjës. Tani, nëse ti shef në listën e atyre që janë plagosur dhe vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe, kemi qytetarë nga Emiratet, nga Egjipti, nga Sudani, nga Etiopia, nga Filipine, nga Pakistani, nga Irani, nga India, nga Bangladeshi, nga Sri Lanka, nga Azerbajxhani, nga Jemeni, nga Uganda, nga Eritrea, nga Libani, nga Afganistani, nga Bahreini, nga Komorët, nga Turqia, nga Iraku, nga Nepali, nga Nigeria, nga Omani, nga Jordania, nga Palestina, nga Ghana, nga Indonezia, nga Suedia dhe nga Tunizia. Nga Europa vetëm Suedia përmendet, çudi e madhe po. Kanë ikë europianë në rap, po ata që kanë ngel ç'është janë. Dhe tani çështja është që nëse vazhdon kështu, vendet arabe do duhet marrin një vendim. O do bëhen bashkë në një front me Amerikën dhe me Izraelin kundër Iranit, që ka një mundësi të lartë, po, ose do jenë të detyruar pastaj të gjenë një mënyrë se si të negociojnë me Teheranin në tavolinë që Teherani të mos i godasë. Pse? Sepse mund të bëhen bashkë në front për bashkët me Izraelin dhe me Iranin, edhe me SHBA-n, dhe ka shumë logjik që të bëhen bashkë, por në anën tjetër e kanë shumë qartë që nëse vazhdon kjo gjendje dhe ekonomia ndalon, gjasat që të ketë, sidomos në Bahrein, ku shumica është shiite, po edhe në Katar, që ka një faktor jo të vogël të rolit të Iranit e tjerë. Në Irak, pose Irakun e kontrollojnë milicit filo-iraniane, rreziku që të kemi një konflikt të brendshëm në këto vende pastaj vjen gjithmonë në rritje. Pra, siç e pam 3 javë më përpara, filloi me sulme drejt për drejt në Iran. U vra Khamenei dhe drejtues tjerë shtetit iranian. Pastaj nuk ndodhi ajo që pritej që të ndodhte si në Venezuelë, që të ndryshonin gjërat brenda pak ditësh e tjerë, dhe brenda pak ditësh dhe për pak javë konflikti u shpërnda në gjithë linjën e mesme dhe ka të gjithë kontekstin e një konflikti të zgjeruar me ritme jo të vogla, po goxha të larta në të gjithë vendet fqinj, duke llogaritur që një ditë më para kishte plasur dhe lufta se të bëhej goditja në Teheran, kishte plasur dhe lufta mes Pakistanit dhe Afganistanit. Vazhdon ata më duket, në kufi atje bombardojnë. Çështja është nëse kjo gjëja del jashtë kontrollit dhe njëra nga palët do të përdorë qoftë ky Pakistani ndaj Afganistanit, ose palët këthe më thanë, do përdorin të ashtu quajtur bomba të pista, pra do përdorin armët bërthamore ose armët kimike tjerë, ky konflikt rrezikon të dalë tërësisht jashtë kontrollit. Ndaj arabët, tash që mbaroi muaji i Ramazanit, do duhet marrin vendime të forta. Shihve çikullat, të vëj Ledio pak me audio këtë. Dëgjoj pak, Ledio futet pak me audio këtë mbulimin e video nga terreni valla. Dëgjoj që ka audio në Ledio. Ti kulla. Ndërkohë që po ndodh ajo kulla, shivi sa bukur, lere. Shivi sa bukur këta po hanë, janë restorant ndërkohë. Çfarë është kjo, shikoj. Kjo është lufta e vërtetë në fakt. Shivi çik. Është darka e Bajramit, normal që do shohin si bombardon. Nuk e di, e para sa ditëve është kjo video. Dia ose sot, shive. Çështja është 17 mars është. Shive, dëgjove këtë? 17 mars. Po, është 17 mars. Çështja është që ata kanë bombarduar zonën e gjetur. Si qeshin, vëlla, dëgjoj pak. Po.
Shishi, Çështja është se ata kanë bombarduar zonën e gjelbër të Bagdadit, ku ndodhen ambasadat dhe ku ndodhen ndërkombëtarët. Kjo është Iraku, apo jemi në Irak? Po, jemi në Bagdad. Nuk kuptohet mirë. Në Bagdad. Në Dubai. Njëri është në Dubai, tjetri është në Bagdad. Pra këta që hanë janë në Dubai. Ndërsa video tjetër atje që është ditë, është në Bagdad. Është sulmuar ambasadë amerikane. Është Jeruzalemi atje? Ky është në Jeruzalem, kurse kjo tjetër është në Bagdad. Jo, tjetër është Dubai, apo? Bagdad. Si e kupton që është Bagdadi? E ke shkruar aty. Sulmohet me dron ambasada e Bagdadit. Po, kush është Dubai? Ambasada amerikane në Bagdad. Se kjo këtu në djathtë është Dubai. Okej, dakord. Ço e zëri leti Aman, son vetëm për të zërin doja të dëgjoni më burr. Këto janë anti, ajo që ngrihet lart. Sistemet antiraketore po funksionojnë. Se s'funksionojnë? Po në çdo 3 goditje një kapet 2 kalojnë. Janë llojet e raketave që çajnë. Po këtu ç'është goditur këtu më nga ana tjetër? E na iku tani. Dhe dronët njerë nuk i kapin dot fare, sepse dronët fluturojnë shumë ulët. Ky është dron për shkak kjo është Kjo është dron. Se raketën ti se ka fare, ajo vjen këtu. Drona pra që fluturojnë nga Irani kulla ose nga varet se ku i nisin. Jo, janë dhe këto milicit lokale. Po ambasada amerikane në Bagdad mendohet që sulmu. Okej, le ule zërin. Po. Është mendohet që sulmu nga Hezbollah Kataebi, që është një organizat proxy e Iranit në Irak. Po, gjithsesi, janë sulmuar dhe nga Irani dhe nga këto proxy. Pra, kulla, para se ta heqim këtë fabulë dhe për të vazhduar fabulën tjetër, sepse një fabulë është e gjitha, po ne kemi ndarë. Unë mendoj. Këtu është dilema akoma. Unë mendoj që gjasat që të hyjnë arabët në një luftë të hapur. Tani që mbaroi Ramazani, në një luftë të hapur me Iranin janë të larta, por vazhdojnë ngelen 50% me 50%. Për shembull, presidenti i Turqisë Erdogani ka bërë thirrje që të shmanget lufta vllavorase mes muslimanëve. Ndërkohë ministri i jashtëm i Arabisë Saudite dhe ishte shumë i qartë. Ne nuk do durojmë pafundta, do vi momenti tha që do reagojmë, tha dhe do hyjmë dhe në luftë. Ja, shikoni tani sunitët sa janë, arabët domethënë, dhe shikoni sa është Irani që janë shiat. Po ka i probleme ma. Ta vërtet janë kështu me territor, po Irani me popullsi shumë se këta gjithë. Janë më shumë se popullsi, janë 90 milion. 100 milion. Po pse nuk e kapin këta janë më pak popullsi se Irani vetëm? Po nëse më në këto raste nuk ka rëndësi shumë popullsia aty. Ka rëndësi popullsia, se me çfarë do të çosh ushtarët në luftë atje në front. Dakor, po e kanë fjalën që okej. Po ka një histori të një lufte mes arabëve dhe Iranit, është historia e luftës Irak-Iran 10 vjet që shkatroi Saddam Husseini, se Saddam Husseini ishte tigri i perëndimit kur filloi lufta Irak-Iran në 80-ën. Dhe kjo ishte arsye pse pastaj Iraku dobësu shumë dhe u detyroi shkoi të pushtoi Kuvajtin, arsye pse amerikanët pastaj ju sulën Saddamit dhe u kthye gjithë narrativa. Kështu që nuk ka ndodhur ndonjëherë pas asaj të ketë një luftë drejt për drejt. Ka pas luftë proxy në Bejta të kullat. Dhe mos pranverën arab. A di të më thuash goditje që bën i dëgjon këto? Kjo është sirena, ha? Po unë sirenën e dëgjoj diku larg. Nuk e dëgjoj këtu. Po ç'është kjo? Një ç'çan këto? Jo, nuk është në Tiranë, jo, mos u bëjmë. Jo në Tiranë, më jo, kemi vënë sirenat. Eri tani, po pse s'më dëgjoj, pse s'e dëgjoj dot unë? Po Ledi nuk e fut dot, ha? Se fut dot live. Mos sa gjuna. Kemi sirenat tani sepse kemi nga Tel Avivin që apo jo? Të gjitha. Tel Avivi është permanent. Që kur vinë ato kur nisen na pasin sirenat ato. Sulmuan iranianët, sulmuan në rafinerinë e naftës. Këtë që tham pra, rast Lafan. Jo, të Haifës në Izrael. Edhe ajo shumë e rëndësishme, sepse porti i Haifës është një port industrial shumë i rëndësishëm për gjithë Mesdheun. Unë e kam vizituar të rafineritë disa herë. Edhe ata sulmuan, izraelitët thanë që dëmet janë të kontrolluara sepse arritën ta fikin zjarrin, por goditja ka qenë shumë e fuqishme kundër rafinerisë së Haifës. Sot lajmi nga Teherani, lajmi fundit ishte që ka dalë ky, nuk ka dalë vetëm me zë dhe me figurë, por ka bërë një letër që ka lexuar ky televizionin shtetëror, ka dalë Moshtaba. Khamenei i ri, pra djali i Aliut. Ajatollahu, po. I Ajatollahut. Ka dalë dhe ka bërë një kështu, ka bërë një gjë është e qartë çan. Një deklarat publike. Lufta nuk ndaloi për 3 javë dhe do vazhdoj shumë. Shpresojmë mos bëhet luftë mirë. Sot bëhemi javë 3 kulla? Sot hyjmë në javën e 4. Sot po hyjmë në javën e 4. Po.
Dhe ti shpresoni të mbetet këtu, në këto nivelet, thodi. Jo, deri këtu jemi në rregull, se më këtu i bishit vitene, se siç e shef hartën është përfshirë dhe Turqia në mënyrë indirekte, Greqia nëpërmjet Kipros në mënyrë indirekte, kështu që sa po shtyhet kufiri dhe po afrohet. Mbase kemi shans dhe ne si ata pra te video që jemi në duke ngrënë dhe ti shohim ato thjesht si spektakël. Po më shef të duken si avion, nuk është se kështu. Po. Duken si avion kështu. Bym. Ja, ç'është kjo zhurma? Alarm. Timja kjo? Alarmi. Po kjo nuk dëgjohet apo? Kjo nuk dëgjohet, gjëna sa gjëna vjen. Duhet marrim një iPad të ri. Se ky është iPad i vjetër, nuk ka kështu pra. Alarmi. Dëgjoj. Se natën është dhe efekti dritave. Është dhe efekti dritave. Ka goditje ditën. Ja, shife, ja. Në Nord Izrael. Perit Izraelit. Ja, shife, ja. Aty janë goditjet që vinë dhe nga Hezbollah, o? Normal. Se nuk janë vetëm nga Irani. Ja, jugu i Libanit, vazhdon, veriu i Izraelit, sepse ndërkohë lufta, ajo që paralajmëruam javës që shkoi, Liban-Izrael filloi, domethënë, Izraeli futi trupat. Po. Edhe po vjen lufta fshat në fshat. Po trupat shumë pak ka futur, diku në lindje pak. Po pra në ato fshatrat e filloi lufta, kjo është më rëndësishme që duhet përmendur që atje në Beirut çfarë po bombardojnë më kolla? Në Beirut ata bombardojnë kryesisht ka thonë të bombardojnë qytet brenda. Jugun e Beirutit, po Beirut është qytet i madh. E di. Jugu Beirutit që është një zonë që kontrollohet kryesisht nga shihet, po në fakt bombarduan një hotel shumë të rëndësishëm afër qendrës, Rotanën. Është një hotel i rëndësishëm ku ndodheshin disa operativ të shërbimit sekret iranian dhe u vranë ata gjithë dhe ra pallati komplet në Beirut. Po e pasha të pamjen. Nuk e kemi atë pamjen e atë pallatit. Unë kam qenë, është afër qendrës, ai kam qenë një për darkë aty te hoteli Rotana në Beirut. Edhe këta kanë lëvizur kryesisht pjesën veriore të Beirutit edhe të Libanit, popullsia në mënyrë që mos goditen. Flasin dhe për naftën dhe për çmimet e naftës dhe me qira fjala Ledio, para se ndrojnë fabulën, unë them bëjmë një xhiro të furnizohemi se ka të vështira apo vijmë plak. Do të marrë dhe rezervë nga mbrapa ta futim bagazh, bidona. Se çmimet janë rritur po. Merri sa më shumë bidona tani se nuk e di sa do shkojnë çmimet. Nëse këtu rritet edhe nga arsye të tjera, nuk rritet vetëm nga lufta, po. Këtu e me qira fjala urgjente e SFO-ili. Të paktën nuk e di si janë çmimet e SFO-ili, nuk e di se janë rritur, do të me krahasu në fakt me këta që bëjnë lojrat mbrapa, po të SFO-ili të paktën edhe sikur të janë rritur, të mirëni të pastër. Se mirë të rritet çmime, mirë, dakor, rritet çmimi, po të paktën të jetë nafta e benzina, nafta e saktë, po imagjino të rritet çmimi të marrësh prapë naftë me ujë. Pyeta. Prandaj shko vetëm te SFO-ili, mik, furnizohu, thuaj ditë do dal me kas për të furnizuar, mos shko mos fut zorën në asnjë karburant tjetër, sepse janë të dyshimta. Këtu te Saidi. Do ta urojmë Saidin, sepse me këtë emër Saidi jam i bindur që e feson Bajramin, po. Saidi e i madh, the fuel of champions, karburanti i kampionëve, gjithandej është SFO-ili, gjithandej. Çë makinash. Plaset fabula tjetër në ekran Ledio për kullën.